çfarë veshje Eva këtë javë në punë, edhe cila është veshja juaj e preferuar. Dalë shikoj unë tani se cila është veshja ime e preferuar. Do t'u them në fund i shikoj të gjitha me radhë. Pandeni se i mbaj mend të gjitha veshjet, nuk i mbaj mend. E para ishte blu me kafe siç e patë. E dyta është e zezë me pak të bardhë, e gjypi i zi edhe çanta e zezë. Vazhdojmë tek veshja numër 3 tani. Edhe këtu prapë kemi ngjyra të zeza bashkë me pantallona xhinse. Po, shumë e thjeshtë dhe shumë e bukur, se ke kombinuar xhinksin të keqen motra bashkë me këmishën, edhe palto e zezë nga lartë. Kjo është palto, se i pari ishte gjyp. Po. Çanta e njëjta është, duhet të bie ndonjë çantë të re tani, që e shikojë, edhe këtë unë ja kisha dhënë, po. Edhe ky që nga fustani që e mori nga mua, që kur kam pa e veshur unë këtë fustan, nëse kur nuk i vesh shumë kohë, e di që nuk kam për t'i veshur, edhe pastaj ja jap Evës që i ka ajo si më ashtu më gas i vesh dhe ajo ca kohë. Kjo ishte veshja e preferuar, nuk e di.